Presidenti i Republikës Bajram Bekaj gjatë vizitës së tij zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut me ftesë të homologës së tij, Gordana Sinjalovska-Davkova, kërkoi respektimin e plotë të marrëveshjes Kornisë të Ohrit, respektimin e ligjit të gjuhës shqipe, si dhe përfaqësimin e drejtë të shqiptarëve në institucionet e vendit, si mjet e kyçe për rrugën e integrimit drejt Bashkimit Evropian. Shqipëria e vlerëson arritje historike, marrëveshjen Kornisë të Ohrit. Dhe ne vlerësojmë jashtëzakonisht shumë përpjekjet për ndërtimin e një shoqërie funksionale multietnike përmes zbatimit plot të kësaj marrëveshje. Gjatë takimit dhe konferencës së përbashkët për mediat me presidenten Siljanovska-Davkova, kreu i shtetit theksoi se faktori shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka qenë dhe mbetet shtet formues, konstruktiv dhe me rol kyç në rrugën euroatlantike të vendit. Vlerësuam se korridori 8 nuk është vetëm rrugë transporti. Ai është korridor energjetik, hekullor dhe rrugor, dhe mbi të gjitha korridor i sigurisë europiane. Presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut theksoi se diskutimet u përqendruan në rritjen e shkëmbimeve tregtare, investimeve dhe realizimin e projekteve të përbashkëta. Ekziston potenciali pa shfrytzuar mes biznes komuniteteve. Nevojitet aktiviteti përbashkët infrastrukturor si edhe lidhje ndërsjellë infrastrukturore duhet të lehtësojnë procedurat përmes bashkëpunimit ndërkufitar.